Fotët e saj filluan të shpërndaheshin, të dërgoheshin të tjerëve, dhe ajo vetë për një farë kohë nuk ishte në dieni. Krimet kibernetike ndaj fëmijëve dhe të rinjve po shënojnë rritje shqetësuese në Shqipëri, duke u kthyer në një nga sfidat më serioze të sigurisë në epokën digjitale. Autoritetet pranojnë se format e dhunës online, nga bullizmi deri te shantazhimi me materiale intime, janë bërë gjithnjë më të shpeshta, ndërsa institucionet po forcojnë mekanizmat ligjor dhe ndërshkues për mbrojtjen e viktimave. Por sa të ndërgjegjshëm janë vetë rinjt për rreziqet që fshihen në internet, a ndihen ata të mbrojtur nga ligjet dhe institucionet? Për ta kuptuar këtë realitet përtej statistikave zyrtare, ne intervistuam disa të rinj për të dëgjuar përvojat, shqetësimet dhe perceptimet e tyre mbi sigurinë online. Siguri, mund ta themi se varet nga cilat aplikacione përdor dhe në mënyrë se si lundron në internet, por unë personalisht kam qenë dhe jam ndjerë e sigurt. Punar se këshillat i dinë, janë të informuar por nuk i zbatojnë dhe veprojnë në gjak nxehtësie sipër dhe pa i mendu pasojat e veprimeve që bëjnë. Pasur raste kur një shoqaj jonë e klasës është bullizuar për shkak të një veprimi që mund të ketë bërë në klasë dhe në mënyrë që fotot ose videot e saj të mos bëheshin publike ose meme, i kërkonin dere, lek ose detyra. Gjëja e parë që unë bëj është ndalimi i tyre duke i bllokuar. Unë mendoj që shantazhi është një formë e përhapur e dhunës tek të rinj, sepse ajo i kërcënon njerëzit me fytyrën e tyre dhe gjithashtu me përdorimin e inteligjencës artificiale. Kjo lejon hapjen e akaunteve. Është në përgjithësi një mënyrë shumë e keqe e bullizmit online. Dëgjuar raste që bëjnë follow njerëzit që nuk i njohun në rrjetet sociale dhe më pas personi i panjohur fillon të flas me fjalë të pahishme dhe banale. Përhet një foto ose një video në TikTok, ata përdorin fytyrën tënde për të krijuar profile të reja dhe në këtë rast ato të bullizojnë. Si fillim duhet ta dinë prindrit ngjarjen dhe më pas do të drejtohesha policisë. Pasi policia duhet na bëjë që të ndihemi të sigurt.